Taborët politik kanë reflektuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese për bllokadën në konstituimin e përbërjes së re të kuvendit. Me ftesë të kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti, përfaqësues të partive do të takohen të shtunën në ora 16 me synimin për një zgjidhje që sipas gjykatës duhet të arrihet brenda 30 ditësh. Ky takim dhe aktgjykimi i kushtetueses u bën shkas që me unanimitet të vendoset që vazhdimi i 38 seancës konstituive të shtyhet për të dielën. Sot u mbledhëm me përfaqësuesit e subjekteve politike për një konsult paraprake. Të gjithë ishin të mendimit që seanca sot të ndërpritet, pasi të mbahet nesër takimi i liderëve politik që është ftuar nga subjekti më i madh politik, të vazhdojmë me seancën 29/6/2005 në ora 11. E propozuara e vetëvendosjes për krye parlamentare Albulena Haxhiu tha se do të reflektoj, po që se nuk i merr 61 vota nëpërmjet votimit të fshehtë. Me rastin e votimit të fshehtë, kur votojnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ashtu siç ka kërkuar edhe gjykata kushtetuese, ashtu siç ka obliguar edhe gjykata kushtetuese, nëse unë, si kandidate e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, nuk i marr së paku 61 vota, tërhiqem nga kandidatura për kryetaret Kuvendit. Deputetët prezantuan edhe të premten qëndrimet e mëhershme për mënyrën se si duhet dhënë fund bllokadës. Në vetëvendosje thanë se gjykata nuk ka gjetur asnjë shkelje në tentimin për ndryshimin e formës së votimit. Kuvendi përmes një vendimi t'ia jap një epilog votimit të fshehtë. Sepse në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk ka kurfar instruksioni i cili thotë që do të kthehemi dhe do të tërhiqemi prej votimit të fshehtë. Por përfaqësuesit e partive që në mandatin e shkuar kanë qenë në opozit i kanë bërë lexim ndryshe aktgjykimet. Pra gjykata kushtetuese ka thënë që rendi i ditës mund ndërrohet në seancat plenare, jo në seancë konstituive. Në këtë mënyrë, duke ndrruar rendin e ditës, kryesuesi i seancës konstituive ka shkelur po ashtu kushtetues, është një përcaktim i qartë në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Kryetari i Kuvendit duhet të votohet me marrëveshje politike. Ne derisa nuk kemi marrëveshje politike dhe nuk do të kemi, nuk do të votojmë. Kemi vot kundër për cilin do kandidat për kryetar të cilin e propozon lëvizja vetëvendosje. Janë pjek kushtet, me u kthye praktika e votimit e votës së hapur. Janë kriju këto kushte, gjykata e ka dhënë shpjegimin. Njëkohësisht janë pjek kushtet edhe për konsulta për të dakordu për kandidatin. Në aktgjykimin e saj, kushtetuesja nuk ka saktësuar si duhet vepruar me formën e votimit dhe as nuk ka sqaruar se çfarë do të ndodh pas 30 ditësh, po që se deputetët nuk e konstituojnë përbërjen e re të Kuvendit.